Këtë arritje unë e kam të vërtetuar nga kërkesa e madhe që kam pasur. Po t'jap një shembull me vizitën në Damës Plak. Aty bëre një eksperiment, ajo ka qenë në vitin 91, mos gabojmë. I kam shkuar në shtëpi se më ishte tiposur për se kisha studiuar vizitën e Damës Plak të Dyren Matit, që Edi Luarasi ishte Dama Plak. Dhe për shumë arsye, përveç jetës saj shumë të dhimbshme, prej 20 e ca vjetësh larguar nga teatri, e persekutuar. E mbaj më të. Edhe i kam shkuar në shtëpi, i kam trokitur nder. Ne ishim të njohur para se të ndodhte kjo persekucioni i tyre, të mjallaqit dhe Edit dhe të familjes. Ulëm në divan, u çudit një herë Edi që më pa. Edi thash kështu, kam një vepër në dorë dhe është një rol i tillë, nuk e njihte Edi si vepër. Bëri përshtypje si mbrin, domethënë njeriu nga hallet, nga problemet, nga presioni i shoqërisë. Domethënë ti dukesh ai propozimi im si një çudi, domethënë si ka mundësi të vej mëne tek unë, kam mbaruar. Ka 20 e kusur vjet jam larguar nga teatri. S'kam të bëjmë me teatrin. Edi e ishë roli ytë. Dhe ja shpjegojmë për fjalë. Nuk e di tha, ma jep ta lexoj një herë dhe pastaj flasim. Po edhe ashtu, po isha larg tek i lash tekstin. Ishte prezent edhe Mjallaqi? Jo. Ishim vetë për vetëm në shtëpi. Dhe të nesër e marrë në telefon, e më thotë kësi tha më pëlqeu shumë, tha, po mos je gabim tek unë. Jo, Edi, nuk jam gabim, megjithatë, nesër